Dhe kam respekt për dy prindë të Naronës pikërisht për çta se shife, jo vetëm në të to, po gjithandej këto lidhjet kur bëhen sikur na, do të thënë kanë mujnë me pas ndaj muhabet për mas, apo që she more ja dikush, po sot edhe hallat të Naronës më duhen më shumë se mua. Shumë të familjarë të një shumë për vete. Po, unë çatacie kam lojë me fol, Flora u kry muhabeti. E kur jemi këtu një person shumë i dashur për të dy ju, ka vendosur që t'ju thot diçka. Se kjo paraqitje ime do t'ju befasoje, kujtoj se megjithatë befasia do t'jetë e këndshme, sepse edhe une, kur mora vesh se do ta kem rastin që në këtë mënyrë t'ju përshëndes, t'ju dëshiroj gjithë të mirat, ty Fadil, ty Naron, sepse ju e dini se gjithnjë e keni patur për krahjen time. Kuptohet Fadili këtë përkrahje për herë e ka pas pak më tepër dhe kjo kombas kohë i ka penguar edhe Naronës, sepse dinte të më thotë babi ti gjithnjë e mban anën e Fadilit. Po, është e vërtet, gjithnjë e ka mbajt dhe do ta mbaj anën e tij, por kuptohet se kënaqësia është gjithnjë e një prindit kur shef se fëmijët e tyre niprit, besa e tyre e duan gjyshin e vet, kënaqen në prezencën e gjyshit, ashtu siç edhe gjyshi kënaqet në prezencën e tyre. Gjithnjë kam pas dëshirë të jem më shumë se prind, të jem më i afërt, të jem mande edhe si një shok, qoftë me Fadilin, qoftë me ty Naron, sepse kujtoj se një qëndrim i afërt edhe më shumë e bën që së bashku jemi gjithnjë të lumtur e të kënaqur. Prandaj duhet të them edhe një herë se ju dua shumë, dëshiroj që të jeni të lumtur. Gjithnjë të keni suksese në punët tuaja, t'i rritni ashtu si që keni rrit gjermë tani fëmijët, që me ato emra të bukur, siç është Diellona, siç është Hënori, siç është Yllori, e keni bërë të lumtur edhe babin tuaj, pra edhe gjyshi i tyre është shumë i lumtur dhe dëshiron që këta të rriten pa brenga, ashtu siç ju kam rrit edhe unë juve. Ndaj, ju përshëndes edhe një herë dhe ju dëshiroj suksese në çdo lami të jetës suaj. Respekt, doktor, respekt, faleminderit. Çfarë të emocionoi ka qenë nga ky video mesazh? E papritur, domethënë kur tha ti unë seri mendojsha thash vajza, ama për te babin nuk më kiç as pak më ka shku mendja, se unë as nuk i kam tregu babit se të vinë në emision, se ai është kritikuesi më i madh. Ai u habet edhe kur thash se ju kam të dyve në studio. Ai është kritikuesi më i madh, a thash atë që e thash në fillim, thash babi e don Fadilin më shumë dhe të njëjtën e vërtetoi edhe e konfirmoi edhe ai, tha se ashtu është. Çdo kur fjalosemi më thotë mjaft, heshti, ai ka drejt. Unë thëmë si del zota ti, unë jam vajza jote, për ndrysh edhe papin e kam pik dobet edhe nuk e as pak me të vërtet nuk e prita, shumë befasi e madhe, nuk e prita. Vjen shumë mirë, janë emocionet bukura këto, sepse nga kjo jetë e shpejtë që po e bëjmë ne, ndonjëherë edhe nuk kemi kohë t'ja shprehim mirënjohjen dhe dashurinë që i kemi për njerëzit më të afërt. Unë e falenderoj shumë doktorin i cili është i njohur, besoj për shumë nga ne. Faleminderit shumë doktor për gatishmërinë që tregove dhe për këto emocione që solle në studio. Fadil, çka i ke boti? Doktor Ilir Lumës që don kaq shumë bre, na trego sekretin. Shipe, doktori është një njeri i mrekullueshëm. Jo vetëm babi mrekullueshëm, por edhe gjyshi mrekullueshëm, edhe si i thojmë vjiher i mrekullueshëm. Tham shumë sinqerisht, ne kemi pas doktor shtëpie
edhe ndihmesën që ka bërë doktori Liri për rritjen e fëmijëve normal, sidomos fëmijës të parë ku ti nuk e din si cillesh, domethënë gjatë gjithë kohës na ka qëndruar pranë dhe falenderoj shumë edhe publikisht. Unë besoj që me doktorin na lidh ajo që edhe doktori edhe unë jemi dy të konkret. Domethënë për shembull për çështje kombëtare e ka njifet familja e doktor Ilir Lumës, Gani Luma, i cili në kohën Arona ndoshta e din ma mirë me shpjegu, në kohë e ka sjellë edhe abetaren edhe pastaj kur e kupton që një djalë i cili po del me vajzën e tina dhe është adhetare dhe ka një histori të pastër familjare sa i përket pjesës kombëtare, besoj që qaja ka qenë ajo pika e lidhjes. Pastaj me doktorin Po diskutojmë. pastaj si ka qëndru kaq e fortë ndër vite. Bisedojmë Flora Çfarë janë gjërat gjithçka. tjera që ju lidhin juve më shumë? Bisedojmë gjithçka, domethënë kemi biseduar gjithçka, domethënë jemi konsultuar për gjithçka. Nuk i kam njoft njerëzit, domethënë nuk i kam njoft mentalitetin, kam folë për mentalitetin.